SPAK në Komisionin e Ligjeve, propagandë kundër krimit me prokuror të lidhur me krimin. Në Komisionin e Ligjeve, drejtuesi i SPAK Altin Dumani u shfaq për krah prokurorit Klodian Braho për të treguar arritjet në luftën kundër krimit dhe korrupsionit. Në të vërtetë, kjo ishte një shfaqje hipokrizie, sepse një nga zyrtarët që ka lidhje të drejtë për drejtë me botën e krimit, të provuara në 2 raste me dokumente, është pikërisht Klodian Braho, prokurori që kërkon të bëhet drejtuesi i SPAK. Prova e parë, udhëtimi me trafikantin e dënuar. Sipas dokumenteve të siguruara nga sistemi TIMS, më 24 shkurt 2012, prokurori Klodian Braho ka udhëtuar drejt Athinës me trafikantin e dënuar Bledar Gavelli, alias Ervis Gavelli, që kishte kryer 3 vite burg në Torino për trafik ndërkombëtar droge. Të dy kanë kaluar kufirin në Kakavi me makinën AA 777 AT me drejtuesve të Brahon, kanë fjetur në hotelin Blazer Suites dhe janë kthyer më 26 shkurt 2012, të herë me drejtues të makinës trafikantin Gavelli. Në udhëtim ishin edhe kancelari i gjykatës së Beratit, Indjeri Sokol Myftari dhe përfaqësuesi i prokurorisë së përgjithshme, Romir Cufe. Ky udhëtim nuk është deklaruar nga Brahu në asnjë formular të dekriminalizimit, as gjatë vettingut, dhe as tani që kandidon për drejtues të SPAK. Në gusht 2020, si prokurori i posaçëm, Brahu ndikoi që të mos hetojë dosja që operacioni Forca e Ligjit kishte dërguar në SPAK, duke hequr nga lista e hetimit pasuror pikërisht Ervis Gavellin dhe vëllain e tij Leonard Gavelli, të dy me dënime për trafik droge në Itali. Prova e dytë, Kunati i arrestuar për trafik droge në Itali. Lidhja tjetër komprometuese është familjare. Vëllai i bashkëshortes së Klodian Brahos, shtetasi EV, është arrestuar më 26 maj 2011 në Itali për trafik droge. Mediat italiane kanë raportuar atë ditë arrestimin me titullin Eroina e koka në Ravenna, ndërsa emri i tij del qartë në raportet zyrtare. Por as këtë fakt Brahu nuk e ka deklaruar në formularët e dekriminalizimit, as në vitin 2016, kur ishte prokuror në gjykatën e krimeve të rënda, as gjatë vettingut në korrik 2019, as në nëntor 2019, kur u emëruan në SPAK. Fakti u denoncua në komisionin e vettingut nga një qytetar, por trupa gjykuese, Gjensi Lapine, Balbona Sanxhaktari dhe Roland Ilia e shpërfilli provën duke e kaluar Brahon në sistem si të pastër.